Pardje isha i ftuar unë në rolin tuaj në një emision tjetër, televiziv, dhe ata fermerët kur ju vendosin mikrofonin përpara, sigurisht ata i lënë thonë çfarë duan dhe thonin: industria që na refuzoi, qumshtin na e merrte me 52 lekë. Sot me aflatoksin po e çojmë në Baxho me 48 lekë. Pra, ky qumësht ka shkuar në Baxho. Me aflatoksin rezulton në treg për konsumatorin tashmë. Ka dalë në treg me aflatoksin? Ata thonë që qumshtin ja çojnë Baxhove. Këtë që nuk na e merr industria, ata nuk e hedhin. Ja çojnë Baxhove. Baxhot sigurisht e çojnë në rrjetin e marketeve, supermarketeve, në dyqane të ndryshme dhe ai produkt vjen tek ne. Pra, a duhet edhe një kontroll i shtuar në këtë periudhë mbi Baxhot? Në fakt duhet gjithmonë, por që të paktën në periudhat kur qumshti rezulton me aflatoksin, ushqimi për kafshë me aflatoksin, pra qumshti lëndë parte. Atëherë, në këtë periudhë, referuar efektit të pranisë aflatoksinës, si kundër e shpjegoi dhe profesori që rritet pak rreziku duke qenë edhe kushtet e tjera që favorizojnë në fakt rritjen e myqeve dhe sidomos prodhimin e këtij metaboliti sekondar të tyre, patjetër që janë shtuar inspektimet, janë intensifikuar. Kjo nuk do të thotë që ne nuk bëjmë kontrolle, si kundër haludohet shpeshherë. Ne kemi një plan vjetor me bazë risku, ati referohemi ne në kontrollet tona rutin ose zyrtare, por në raste të tilla kur kemi dhe këto problematika, intensifikohen kontrollet, intensifikohen marrjet e mostrave, patjetër që AKU-ja nuk është vetëm ai xhandari që vë gjoba apo bllokon aktivitete, por është edhe këshilluesi i biznesit ushqimor dhe i konsumatorit shqiptar. Në shumë raste kemi pasur, e kam thënë dhe herë të tjera, disa fushata sensibilizuese në të gjitha qarqet e Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë, dhe kanë rezultuar goxha pozitive. Kemi pasur goxha reagime pozitive edhe nga vetë bizneset ushqimore,